bashku edhe me ata që kritikuan dhe kërkuan ndërheqjen e zotrit Abdi Gjiku. Unë mendoj që ata është dashur që sot të jenë në mbledhjen e mbajtur, mirë po kanë munguar për arsyet e tyre. Është rëndësishme që kryetarët e degëve që kanë marrë pjesë në këtë takim e kanë lexuar drejt, do të thotë, këto zhvillime politike në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Ata janë që LDK-ja të vazhdojë strukturat e zgjedhura, kanë mandat deri në vitin 2027 dhe kanë dhënë mbështetje kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe të kryesisë qendrore të LDK-s që të vazhdojnë me punët që i presin edhe Lidhjen Demokratike të Kosovës, por edhe proceset e tjera në vend. Si e keni pritur reagimin? E di që është diskutuar mjaft shumë edhe reagimi i kryetarëve të degëve në Pej dhe në Lipjan, mirë po si është pritur reagimi i tyre, i cili ka qenë, siç keni bërë të ditur, ka qenë publik, a ka pasur edhe diskutime paraprake, një pakënaqësi të shprehur, apo ka qenë drejt për drejt publik, i cili e ka informuar gjithë opinionin publik për atë se çfarë po ndodh brenda LDK-s? Fatkeqësisht nuk ka pas diskutime paraprake, madje Kryesia Qendrore e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe as sekretari i përgjithshëm nuk kanë qenë fare të njoftuar për takime që do të mbohen nga këto degë, mbas të asaj që tani po shihet do të ka pas një organizim të 3 degëve që mbledhet i majt pothuajse në të njëjtën kohë dhe që të ketë një reagim të njëjtë për dorëheqjen e kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës pas procesit zgjedhor. Mendoj që kjo mënyrë e komunikimit nuk i duhet Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe nuk i duhet proceseve politike.